Opozita ka zhvilluar homazhe në varrezat e dëshmorëve në përkujtim të 102 vjetorit të pavarësisë dhe 70 vjetorit të çlirimit. Kreu i Demokratëve Lulzim Basha njëherë është edhe kryetari i Bashkisë së Tiranës, ish kryeministri Sali Berisha, deputet të opozitës, si dhe drejtues të pushtetit vendor, vendosën kurora me lule në monumentin nën Shqipëri. Kreu i opozitës tha se sakrificat e mëdha për lirinë nuk duhen përdorur për agenda të ngushta politike dhe rreziqe të vjetra që rishfaqen, por për të thelluar dimensionin e lirisë. Kemi përgjegjësinë e madhe që idealin e lirisë, për cilin kemi sakrifikuar kaq shumë, mos t'ja sakrifikojmë kurrë agendave të ngushta politike, rreziqeve të reja apo të vjetra që shfaqen e rishfaqen me paketime të ndryshme, por të luftojmë fort e pa kompromis për ta thelluar më shumë dimensionin e lirisë. Homazhe u zhvilluan edhe në nderim të viktimave të komunizmit pranë memorialit që përkujton 22 intelektualët shqiptar, të ekzekutuar nga regjimi komunist në 21 shkurt të vitit 1951, të cilët u akuzuan se kishin shpërthyer një bombë në ambasadën sovjetike në Tiranë. Nderime u kryen edhe pranë bustit të heroit kombëtar Adem Jashari, ku ishte i pranishëm edhe ambasadori i Kosovës në Tiranë. Basha vizitoi edhe familjet e dëshmorëve Akil Sakiqi, Bardhyl Salillari dhe heroit të demokracisë Azem Hajdarit. Në orët e pasdites, kryebashkiaku Basha zhvilloi homazhe edhe pranë shtatore së Ismail Qemalit.